Alba dëhre limit, një mëngjes që në gëre shtëpin, kur zgjimi i hershëm dhe afërsia e papritur krijojnë tension dhe emocion, mëngjesi në Big Brother Kosova zakonisht fillonte me rutina të përditshme. Disa banorë ngriheshin ngadalë, disa e nisnin ditën me kafe dhe biseda të qeta, ndërsa të tjerët zgjidhnin detyrat e shtëpisë. Por sot, atmosfera ndryshoi menjëherë. Alba, duke u zgjuar herët, vendosi të ndërmarrë një hap të papritur, t'i bënte zgjimin limit që në mëngjes dhe të futet pranë tij në krevat. Ajo ecte e heshtur, por me një vendosmëri të dukshme. Çdo hap ishte i kujdesshëm, çdo lëvizje e kontrolluar, sepse ajo e dinte se një veprim i hershëm mund të ndryshonte atmosferën e gjithë shtëpisë. Kafeja dhe rutina e zakonshme mund të prisnin, tani prioritet ishte kontaktin e hershëm me limit, reagimi i papritur. Kur Alba ju afrua dhe ju fut krevatit pranë tij, Lim u zgjua i shtangur. Ai nuk e priste këtë lëvizje kaq të hershme dhe aq të papritur. Shikimi i tij u ngul në të për disa sekonda. Për të, kjo nuk ishte vetëm një zgjedhje e papritur fizike, por një mesazh i fortë emocional. Po, që nga mëngjesi? Pyeti ai me një buzëqeshje të lehtë, e cila nuk mund të fshete një kombinim të emocionit dhe të surprizës. Alba, pa pritur përgjigje tjetër, qëndroi pranë tij, duke treguar vendosmërinë dhe naturalitetin e saj. Për të, ky ishte një moment afërsie që nuk mund të pritej më shumë, një mënyrë për të ndjerë praninë e Limit në mëngjes. Emocionet që tronditën shtëpinë, banorët e tjerë, të cilët filluan të kuptonin çfarë po ndodhte, u ndjen të tronditur. Disa buzëqeshën lehtë, disa mbajtën fytyrat serioze, ndërsa disa të tjerë nuk e besonin atë që po shihnin. Ky nuk ishte thjesht një gjest i hershëm mëngjesi, ishte një provokim emocional, një moment që shpreh afërsi, kuriozitet dhe tension. Shtëpia u mbush me një atmosferë të ndjeshme dhe të paparashikueshme, sepse çdo lëvizje tani kishte impakt të dukshëm mbi emocionet e të gjithëve. Kontrasti mes banorëve, ky moment tregoi kontrastin mes dy mënyrave të perceptimit, një Alba që vepronte me vendosmëri dhe sinqeritet, duke shfaqur një lloj afërsie spontane dhe emocionale, duke treguar naturalitetin e saj dhe vendosmërinë për të ndërtuar lidhje që nga mëngjesi. 2 Lim, i cili u zgjua papritur dhe përjetoi një tronditje emocionale dhe të papritur, duke ndjerë një kombinim të surprizës, të gëzuar dhe të pakëndshme në të njëjtën kohë. Ky kontrast krijoi tension, por gjithashtu dhe një moment të fortë intrigues që do të ndikojë në marrëdhëniet mes tyre dhe dinamika e shtëpisë. Banorët që vëzhgojnë, gocat dhe djemtë e tjerë filluan të kuptonin situatën. Disa u shfaqën kurioz, disa filluan të bëjnë komente të heshtura, ndërsa të tjerë e panë këtë si një hap të guximshëm nga Alba. Po ky çfarë po ndodh tani? Pyeti një banore, duke mbajtur zërin të ulët për të mos tërhequr vëmendjen. Limit duket i habitur, nuk di si të reagojë, shtoi një tjetër, duke vëzhguar saktësinë e reagimeve të tij. Ky moment u bë një pikë referimi për ditën e shtëpisë, një episod që tregoi se si një veprim i thjeshtë mund të krijojë emocione të forta dhe drama të paparashikueshme. Afërsia çrflitet pa fjalë. Alba qëndroi pranë Limit, pa folur shumë, duke i dhënë hapësirë dhe duke ndjerë energjinë e tij, ndërsa Lim përpiqej të analizonte situatën. Nuk kishte fjalë të nevojshme, ndjenja dhe tensioni ishin të dukshme, pa asnjë dialog. Ky ishte një dialog pa fjalë, një lojë emocionale që po zhvillohej në heshtje. Banorët e tjerë ndjen tensionin, edhe pse nuk mund ta lexonin plotësisht për mbajtjen emocionale. Për forcimi i dinamikës në shtëpi, ky moment nuk do të harrohet lehtë. Ai krijoi një afrim të hershëm mes Albës dhe Limit që mund të ndikojë në aleancat dhe marrëdhëniet e tjera brenda shtëpisë, një tension emocional për Limit, i cili duhet të menaxhojë emocionet e papritura. Një interes dhe kuriozitet nga banorët e tjerë, të cilët filluan të mendojnë se si do të reagojnë pas kësaj situate. Një mëngjes që tregon fuqinë e emocioneve. Ky është një moment që tregon se në Big Brother Kosova, asgjë nuk është e zakonshme. Çdo veprim, çdo afërsi dhe çdo gjest ka peshë dhe mund të krijojë një valë emocionale që përhapet tek të gjithë banorët. Afërsia e Albës që nga mëngjesi reflekton një strategji të natyrshme dhe emocionalitet të papërmbajtshëm, ndërsa heshtja e Limit tregon fuqinë e kontrollit dhe vetëdijsinë për situatën. Ky kontrast është ajo që bën Big Brother Kosova kaq tërheqës për banorët dhe për audiencën. Përfundimi, mëngjesi ku Alba i bën zgjimin Limit dhe i futet në krevat nuk ishte thjesht një situatë komike apo rutinë. Ai tregoi ndërveprimin kompleks emocional mes banorëve, tensionin dhe intrigën që krijohet nga afërsia spontane, pasojat strategjike që mund të lindin nga një veprim i thjeshtë. Banorët tashmë po e analizojnë çdo gjest, çdo buzëqeshje dhe çdo reagim.
Çdo moment ka peshë dhe Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se një mëngjes mund të krijojë histori që do të mbeten gjatë në shtëpi.